këtë edicion do të ndiqni. Në disa lagje fshatra të Gjakovës vazhdon të mungojë ndriçimi publik. Klubi hendbollit Vllaznimi sot ndeshet me klubin e hendbollit Trepça. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në disa lagje fshatra të Gjakovës vazhdon të mungojë ndriçimi publik. Nga komuna thanë se në to do të ndërhyet sapo t'i vijë radha. Ekipi i televizionit Syri sonte ka vizituar disa lagje e fshatra të qytetit të Gjakovës, pra pikërisht këtu jemi në fshatin Osekpash, ku shumë pak kilometra ndal nga qyteti dhe se njëjti ende nuk ka ndriçim. Ekipi i televizionit Syri ka vizituar disa lagje dhe fshatra të Gjakovës, ku ka mungesë të ndriçimit publik. Banorët e lagjeve Armend Qymyri, Kol Leshi dhe fshati Osekpash thonë se gjatë natës lëvizin me vështirësi dhe se mungesa ndriçimit u rrit pa siguri. Mediumin ka drejtuar pyetje në zyren për informim në komunën e Gjakovës për të pyetur për situatën në fjalë, nga ku na është thënë se ekipet e mirëmbajtjes së ndriçimit publik janë në terren dhe po punojnë për rregullimin e ndriçimit, ndërsa ekipet do të shkojnë edhe në lagjet dhe fshatin e përmendur, sipas radhës së përcaktuar. Dërgimi gjobave të trafikut në adresë të pronarit të automjetit për kundërvajtjet e identifikuara përmes kamerave dhe radarve, po zbatohet me seriozitet të plot. Nga sektori i trafikut në Gjakov për televizionin thanë se kjo mënyrë është jetë efikase. Policia e Kosovës po vazhdon zbatimin e një plani të rëndësishëm në kuadër të bashkëpunimit me Postën e Kosovës, i cili ka për qëllim rritjen e efikasitetit në zbatimin e ligjit në komunikacion dhe ndëshkimin e kundërvajtësve. Ky plan është duke u zbatuar edhe në rajonin e Gjakovës, ku gjobat për shkelësit e rregullave të trafikut dërgohen me postë direkt te pronari i automjetit. Pas marrëveshjes me Postën e Kosovës edhe ne në rajonin e Gjakovës, si polici kemë fillu me implementimin e këtij planit të dërgimit të gjobave me postë te pronari i mjetit, njësia trafikut rajonal përmes patrullimeve me automjetin inteligjent, përmes patrullimeve me automjetin me radar mobil, bën identifikimin e kundërvajtjeve që zhvillohen posaçërisht shpejtësia lëvizjes, automjetet të cilat janë të paregjistruara dhe kundërvajtjeve tjera, dhe pastaj përgatit ato gjoba për pronarët e mjeteve, domethënë është edhe dëshmia e kundërvajtjes e cila është shkaktuar me datë dhe me orë, dhe dërgohen te pronari. Kapiteni Sahaçia, ndër të tjera, tha se pronari i automjetit është i obliguar ta pranojë gjobën dhe të veprojë sipas saj brenda afateve ligjore. Në momenti ku dërgohet te pronari, ka të obliguar ta pranon atë kundërvajtje. Nëse ka qenë drejtuesi i mjetit, pronari i mjetit, atëherë ka afatin e pagesës së gjobës brenda 15 ditë dhe ka afatin e ankesës ndaj gjobës brenda 8 ditë. Mirë, po nëse pronari i mjetit nuk është drejtuesi i mjetit në atë kohë kur ka ndodhur kundërvajtja, atëherë pronari i mjetit është i obliguar që të tregojë cili ka qenë drejtuesi i mjetit dhe atëherë të gjoba t'i bëhet shoferit i cili ka shkaktuar kundërvajtjen. Sipas policisë, ky plan pritet të ndikojë në rritjen e përgjegjësisë së pjesëmarrësve në komunikacion, uljen e numrit të shkeljeve dhe përmirësimin e sigurisë rrugore në rajonin e Gjakovës. Materiali radhës na njeh me një personazh të veçantë, i cili ka zgjedhur një mënyrë shumë të rrallë për të vizituar Kosovën. Janë të rralla rastet kur pas një kohe të gjatë takohen miqt që kanë kaluar kohë bashk. Një rast i veçantë është edhe ai i Luan Laski dhe Dimitri Strub, ku udhëtimi këtij të fundit u bë shkak që të takoheshin pas më shumë se 10 vitesh. E mënyra si Dimitri e ka kryer udhëtimin është tejet e veçantë. Unë jam duke udhëtuar që nga viti 2023 dhe gjithmonë më ka pëlqyer të bëj gjëra të çmendura, dhe kur isha në Vietnam, më erdhi ideja të udhëtoja me skuter nga Vietnami për në Zvicër, por nuk ishte perfekte.
kështu që vendosa që të udhtoja me tuk-tuk nga Kambodgja për në Zvicër. Laski tregon për momentin kur ka takuar mikun e tij. Për mua kanë shumë interesant, se unë se kam pak e djalë për 10 vite, edhe se qëllon kënë Kosovë pa hiri, e rritë në Zvicër, më kanë dojë shumë interesant. Masa e pava, se Zotit bashkon, gjithmonë 2 herë, thojnë Zvicrant, shihesh 2 herë njetë. Ke gëzim për mu, këj ka pas më thtu ma shpejt, për neti ma gjatë. Hinem edhe një mova me përgandit kjerin, për me bë kontrol, edhe kemë kalu shumë mirë. Strubi ka vlerësuar shumë ikpritjen, afërsinë dhe miqësinë e njerëzve në vendin tonë. I've been in Pristina 6 years ago. Kam qenë në Prishtinë para 6 vitesh, por nuk kam parë shumë. Unë e pëlqeja, me pëlqenin njerëzit dhe gjithçka tjetër, por këtë herë padyshim që është një gjë që do të zgjas. Unë do ta mbaj mend gjatë për shkak të mikpritjes së njerëzve, ndihmës së tyre, mirësisë së ofruar dhe patjetër që është diçka e bukur. Sa i përket vështirësive me të cilat është ballafaquar, Strup tha se sa i përket anës mekanike nuk kishte asnjë problem, por vetëm ana mentale e udhëtimit vetëm për një kohë të gjatë ishte tejet e vështirë. From a mechanical aspect, it was super easy. Për nga ana mekanike e makinës ishte shumë e thjeshtë, nuk kishte asnjë problem, por do të thoja që nga ana mentale ishte gjëja më e vështirë. Tu udhëtosh vetë për shumë muaj, ti takon shumë njerëz, por vetëm 1 ose 2 ditë, dhe të marrësh vendime, të mendosh për gjithçka, ishte shumë e vështirë, e sidomos të isha vetëm për një kohë aq të gjatë. Në fund, Strubi shprehu falënderime për mikpritjen e jashtëzakonshme dhe për të gjitha mundësitë që udhëtimi i tij ka ofruar për të njohur edhe më shumë kultura të ndryshme në vendet që ka udhëtuar. Fizioterapia është jetë domosdoshme e duhet të shoqërojë sportistët që në fillimet e tyre. Në materialin në vazhdim, fizioterapisti Hedon Leshi na tregon për disa nga lëndimet të cilat ndodhin më së shpeshti tek personat që merren me sport dhe mënyrën se si duhet trajtuar. Fizioterapia nuk është vetëm një mënyrë për trajtimin e lëndimeve, por një domosdoshmëri që duhet të shoqërojë sportistët që në fillimet e tyre. Fizioterapisti Hedon Leshi foli për disa nga lëndimet të cilat ndodhin më së shpeshti tek personat që merren me sport. Sportistët gjithmonë kanë një gamë të gjerë të lëndimeve, pasi varësisht nga sporti që bëjnë, po lëndimet kryesore tek sportistët janë domosdoshmë të nyje, të gjuri, tek kyçi i këmbës, tek kordokulla apo tek sportistët që bëjnë sporte me krah, si volejbolli, handbolli apo basketbolli, kanë lëndime më shumë të ekstremiteteve të sipërme, si lëndime të shpatullës, të krahut, të brylit. Leshi tha që lëndimet tek sportistët kanë mënyra të ndryshme të trajtimit, duke filluar nga trajtimi me fizioterapi e duke vazhduar deri tek ndërhyrjet kirurgjikale në raste më të rënda. Lëndimet gjithmonë nga grada e lëndimit mund të jenë ato që trajtohen me fizioterapi apo me trajtim konservativ, ose ato që janë lëndime më të rënda, si për shembull ruptura e menisqeve apo ruptura e ligamenteve të gjurit, të cilat nuk mund të shmangen ndërhyrjes kirurgjikale. Trajtimi i duhur në kohë, nën kujdesin e fizioterapistëve të specializuar, jo vetëm që përshpejton rikuperimin, por ndihmon edhe në parandalimin e lëndimeve të reja, tha ndër të tjera fizioterapisti Hedon Leshi. Ndryshimi i stineve në shumë raste shoqërohet edhe me ndryshime në ndjenja dhe energjinë e njeriut. Psikologu Ilir Havolli në vazhdim na jep informacione dhe këshilla për këtë çështje. Me kalimin e stinëve, shumë njerëz vrejnë ndryshime të dukshme në humor dhe energji. Kur kalojmë nga ngrohtësia, drita dhe energjia verës në ditë të vjeshtës me shi, vranësira dhe një atmosferë më të zymt, është natyrale që gjendja jonë emocionale të ndjejë ndikime të ndryshme. Në një intervistë të dhënë televizionit Syri, psikologu Ilir Havolli tha që pavarësisht se ndryshimi i stinëve është një faktor natyror, tek disa njerëz, ky ndryshim përjetohet me ndikim në aspektin emocional dhe psikologjik. Ndrimi i stinëve pse është një proces i natyrshëm, tek disa individ kalon pa u vërejtur, ndërsa tek disa individ ka ndikime emocionale dhe psikologjike, duke ulur kështu motivimin, duke ulur produktivitetin, duke shtuar dozën e ankthit dhe stresit. Normal që truri jon dhe trupi jon është i adaptuar dhe pranon rrezet e diellit, është i adaptuar me temperaturën, me ritmin e gjumit dhe kur fillojnë këto ndryshime, atëherë këto faktikisht ndikojnë në gjendjen tonë emocionale. Përveç ndikimeve emocionale,
Psikologu Havolli shtoi se në shumë raste, ndryshimi i stinëve mund të ndikojë edhe në balancën hormonale të trurit të njeriut. Ndikimet me të mëdha emocionale dhe psikologjike, të cilat janë lehtë të identifikueshme të këta persone, janë ulja e motivit, rënja e produktivitetit dhe performancës, pastaj kemi rritjen e dozës së ankthit dhe stresit, kemi po ashtu edhe prishjen e balancës së gjumit, sepse kemi pastaj edhe ndrimin e qëndrimit ose kohëzgjatjes së dritës në atmosferë, ku faktikisht ndryshojnë edhe balancet hormonale në trurin e individit. Po ashtu kemi edhe problematika të shëndetit mendor, sidomos tek grup moshat e ndryshme, përkatësisht tek personat ose tek target grupet cilët janë apo janë të identifikuar me çrregullime të ankthit dhe me çrregullime të depresionit. Ndër të tjera, Havolli shtoi që nëse ndjeni se këto ndryshime po ndikojnë në mirëqenien tuaj, është e rekomandueshme të konsultoheni me profesionistët të shëndetit mendor. Me një atmosferë të shkëlqyer në ekip, stabilizimi në kuadër të Superligës së handbollit të Kosovës vazhdon të mbetet synimi kyç i klubit të handbollit Vllaznimi. Këtë sezon, ekipi ky, i cili sonte me fillim nga ora 19:30, do të zhvillojë ndeshjen e xhiros së dytë në kuadër të Superligës kundër klubit të handbollit Trepça, ndeshje e cila do të transmetohet drejt për drejt nga televizioni Syri. Kur është zhvilluar vetëm një xhiro në kuadër të Superligës së handbollit të Kosovës, klubi i handbollit Vllaznimi ka arritur sezonin ta nisë me fitore, që në javën e parë, duke shënuar fitore kundër skuadrës së Llapit. Trajneri i klubit, Benon Brahushi, tha që këtë sezon synojnë që të krijojnë stabilitet në kuadër të Superligës. Për këtë sezon, synimi i klubit është më shumë të stabilizu sa më shumë në Superligë, domethënë mesi tabelës kishte qenë ideale. Duke marrë disa nga vështirësitë në të cilat kishte kaluar Vllaznimi para disa sezoneve, Brahushi tha që aktualisht janë të kënaqur me fondin e lojtarëve. Për momentin nuk mund të manku për fond lojtarëve, jemi një numër i mirë, i mjaftueshëm, domethënë zakonisht që s'ka ndodhur më herët, kësaj domethënë jemi gjithmonë me kapacitet plot lojtarëve. Për t'i arritur synimet, klubi i handbollit është përforcuar edhe me disa handbollistë, ku njëri ndër ta është Isuf Kadriaj, i cili tha që është shumë i kënaqur me përgatitjet dhe pritjen që i është bërë tek Vllaznimi. Përgatitjet këtu jam shumë i kënaqur, me trajnerin Benon jam shumë i kënaqur, atmosfera është nivel, shumë jam i kënaqur, ma kanë bënë mirëseardhje ekstremt mirë, më kanë pritur shumë mirë, nuk e kam pritur të mirë piqe që më bojnë, ama jam shumë i kënaqur, shumë i kënaqur jam. Ndërsa handbollisti Luiz Kolaj tha që është i kënaqur me atmosferën e cila po mbizotron në ekip, si dhe me faktin që në këto fillim të sezonit janë mbledhur shumë handbollistë që për qëllim kanë mbrojtjen e ngjyrave të klubit. Unë jam i kënaqur shumë mas pari për atmosferën e klubit që është ndodhur. Na besoj që krejt e dim që jemi kthy shumica e lojtarëve që jemi konë edhe na për lojtarë ekipe si Rauveci, jemi konë Trepç, jemi konë edhe pjesë edhe Llapit, por jam i kënaqur më shumë se jem të budishush edhe jem të luajt mirë me zemër për ekipin tonë edhe për vendin tonë Gjakovën. Kjo është synimi jon, është mas pari me rujt ngjyrat e vendit, pastaj edhe me kallëzu edhe veten pse jo. Nga këtu u bë e ditur që puna që Vllaznimi të jetë kundërshtar i denj për secilën skuadër të Superligës së handbollit do të jetë e vazhdueshme. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM. Dita e sotme është karakterizuar nga moti i vranët e merreshje shiu me temperatura që kanë lëvizur nga 12 deri në 21 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do të lëvizej nga 12 deri në 21 gradë Celsius, karakterizuar nga moti i ngjashëm. Mot me diell e vranësira do ta karakterizojë të hënën me temperatura që do të variojnë nga 9 deri në 19 gradë Celsius. Ditën e martë pritet të mbizotrojë mot me diell e vranësira me temperatura që do të lëvizin nga 7 deri në 18 gradë Celsius. 6 deri në 17 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti i ngjashëm. Gjatë së entës parashihet mot me shije i vranët me temperatura që do të lëvizin nga 5 deri në 11 gradë Celsius. Për të premtën parashihet mot i ngjashëm me temperatura që do të variojnë nga 5 deri në 11 gradë Celsius.
Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Në disa lagje fshatra të Gjakovës vazhdon të mungojë ndriçimi publik. Klubi hendbollit Vllaznimi sot ndeshet me klubin e hendbollit Trepça. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.